Marrëdhënia e tyre brenda shtëpisë së famshme ishte mjaft e komplikuar, po flasim për ish konkurrenten Gerta Gexharin dhe fituesen e shtëpisë së famshme të këtij edicioni, fenomenin Gjesti. Së fundmi, Gerta Gexhari ka folur në një intervistë për marrëdhënien e saj me fituesen e këtij formati. Ajo ndër të tjera tha se i pëlqen arti i Gjestit, derisa shtoi se ka uruar për këngën e re, të titulluar Veshun Drequ. Unë i kam dërguar mesazhe, e kam uruar për këngën e re, më ka pëlqyer kënga e re, është shumë e bukur. Unë kam shprehur pëlqimin për artin e Gjestit, ja kam shprehur dhe brenda shtëpisë, sepse ata dy këngë të paktën që i ka hit, i ka shumë të lezetshme, më kënaqin kur i dëgjoj, u shpreh Gerta Gexhari. Më tutje, ajo tha se raporti me Gjestin ka qenë mjaft i lezetshëm, për sa kohë ishin brenda shtëpisë së famshme, duke lënë të nënkuptohej se jashtë shtëpisë së famshme marrëdhënia e tyre nuk është si më parë. Nga ana tjetër na duhet të rikujtojmë se Gerta Gexhari fitoi zemrat e publikut me deklaratat e saj të sinqerta dhe duke mbajtur një lojë nga fillimi deri në fund.